Fjalët e fundit të Bujar Lakos: nëse jeton pasi ke vdekur, je njeri i madh. Unë mendoj se ka vetëm një formë të madhështisë për njeriun, në qoftë se një njeri mundet të ngushtojë hendekun mes jetës dhe vdekjes, nënkuptoj me këtë se ai mundet të jetojë edhe pasi ka vdekur, e atëherë ndoshta ai do të ishte një njeri i madh. Për mua, i vetmi sukses e vetmja madhështi është pavdekësia. Kjo frazë e aktorit amerikan James Dean ka qenë një ndër postimet e fundit të aktorit Bujar Lako në Facebook në datën 20 dhjetor. Vetëm pak ditë para ndarjes nga jeta, ai duket sikur e ka parandjer fundin. Aktori mirënjohur është përcjell për në banesën e fundit në sharr. Omazhet pak minutëshe u mbajtën në shtëpinë e tij pranë rrugës Myslimshyri, siç kishte dëshiruar aktori. Ai nuk ishte dashur të përcillej nga teatri, por nga shtëpia ku u nda nga jeta. Në orën 8:30 mëngjesit, në varrimin e tij, morën pjesë kolegë, miq e të afërm, e mes tjerash edhe kryeministri Edi Rama.